Fëmijët që lindin sot do të rriten në një ferë, zbulon një studim I zymt për klimën. Fëmijët që lindin sot do të përjetojnë ekstremet klimatike më të rënda ndonjëherë sipas një studimi të publikuar në revistën Nature. Ngjarjet si valtet nxehtit, përmbytjet, thatësirat, zjarret, ciklonet dhe dështimet e të korrave do të jenë shumë më të shpeshta dhe më të rrezikshme për brezat e rinj, veçanërisht për ata që jetojnë në varfëri. Sipas një studimi, fëmijët e lindur në vitet 2020 kanë 2 deri në 7 herë më shumë gjasa të përjetojnë ngjarje ekstreme klimatike krahasuar me ata të lindur në vitin 1960. Nëse temperaturat globale rriten me 2.7 gradë Celsius deri në vitin 2100, 52% e fëmijëve të lindur në 2020 do të përjetojnë valë të rrezikshme të nxehtit gjatë jetës së tyre. Kjo shifër ngjitet në 92% nëse ngrohja globale arrin në 3.5%. Në skenarët më të këqij, 29% e tyre do të përballen me dështime të korrave dhe 14% me përmbytye. Ata që jetojnë në zona tropikale, 92% e fëmijëve nga shtresat e varfra do të jenë të ekspozuar ndaj këtyre rrezikeve, kundrejt 79% atyre nga mjedise më të pasura. Shkencëtarë përdorin të dhëna demografike dhe modele klimatike për të vlerësuar se sa njerëz nga çdo brez do të jetojnë ngjarje të paprecedenta. Studiuesi Lou Grant tha, të përjetosh një jetë të paprecedent do të thotë përballesh me më shumë ekstreme klimatike se sa ç'mund të ndodhë në mungesë të ndryshimeve klimatike të shkaktuara nga njeriu. Megjithatë, studimi nuk përfshiu ndikimet e mundshme në fertilitet, dekshmëri apo migrim, faktorë që mund të përkeqësojnë më tej situatën. Studiuesit Gualdi dhe Mutarak shkruajnë se ky hendek midis brezave është alarmues dhe se drejtësia ndërbrezore duhet të jetë pjesë thelbësore e tranzicionit drejt një bote me zero emetime. Nëse nuk ndërmerren masa urgjente për të reduktuar emetimet, fëmijët e sotëm do të përballen me rreziqe gjithmonë më të shpeshta dhe më të rënda për jetën.